Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kritikuar Bashkimin Evropian se nuk i ka trajtuar njëjtë Kosovën dhe Serbinë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson. 5 ditë pas takimit me emisarin e ri të BE-s për dialogun, Peter Sorensen, Osmani ka thënë se në takim me të ka përsëritur edhe qëndrimin e saj për asociacionin, për cilin tha se është në mospërputhje me Kushtetutën e Kosovës. Është e njëjta që e kam thënë nga fillimi i dialogut. E para që procesit i ka munguar balanci, e dyta që palët nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë dhe kjo pastaj jo vetëm që e ka dëmtuar pozicionin e Kosovës, e cila është pala konstruktive në këtë proces, besoj të gjithë pajtohemi për këtë, por po ashtu e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e BE-s si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi. Osmani tha se 2 vitet e fundit në Kosovë ka pasur shumë sfida në aspektin e sigurisë, të cilat kanë ardhur nga shteti agresor i Serbisë, e cila sipas saj nuk ka interes për stabilitet në rajon. E para e shtetit u pyet nëse synon edhe një mandat të presidentës. Në fillim të vitit të ardhshëm ne do të diskutojmë për këtë çështje. Përgjatë gjithë karrierës sime politike kam punuar duke pasur parasysh vetëm e vetëm interesin e Republikës së Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj. Asnjëherë, asnjë vendim i politik nuk është bazuar në kalkulime se ku do të jem unë, por vetëm se ku do të jetë Kosova dhe qytetarët e saj. Osmani foli edhe për marrëveshjen trilaterale ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes, për çka Serbia tha se është veprim kërcënues për ta. Në këtë rast, sipas presidentes, Serbia po e bën të njëjtën gjë që e ka bërë gjithmonë, po gënjen sepse nuk ka asnjë të vërtetë në atë që e kanë thënë dhe nuk ka asnjë rrezik për ta.